Shpirti i namazit. Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirbërësit. Namazi, preje e dhuratë. Është e domosdoshme të dihet që namazi, pas një dyshim, është fushë e qetësisë për të dashurit. Muadini, kopshti i adhuruesve, abidin, thelbi i kënaqësisë së të përulurve, hashin, sprove të sinqerteve, sadikin, dhe shkallë që njehson guximin e atyre që zbarkojnë në rrugën e duhur, salikin. Namazi në të vërtetë është mëshirë hyjnore, të cilën Allahu ka udhëruar robërve të tij besimtar. I udhëzoi dhe i njoftoi me të. Ai e delegoi të dërguarin e tij të vërtetë dhe të ndershëm, vetë pejgamberin Muhammed alayhis salam, me detyrën e dorëzimit të kësaj dhurate të robërit e tij besimtar, ashtu që ata të mund të arrijnë statusin fisnik tek ai. Përmes namazit Allahu i dënjon, i nderon dhe i mbulon me mëshirën e tij ata dhe u mundson të fitojnë afërsinë me të. U adhuron robërve të tij besimtar të gjitha këto, edhe pse ai nuk ka nevojë për ta. Thjesht dëshiron t'i nderojë me këtë dhuratë të hirshme, për të treguar nderin e tij mbi ta dhe për t'i sjellë zemrat edhe trupat e tyre krejtësisht në shërbimin e tij. Ai i lartësuari i dhuron zemrës së njohusit të tij, duke e mundsuar të korrë më të mirë në frutave të namazit, duke e mundsuar të kthehet ka ai, ka i lartësuari, duke e mundsuar gëzimin me afërsinë e tij, duke e mundsuar ngrohjen pranë dashurisë së tij, duke e mundsuar shijimin e qëndrimit para tij në namaz, duke e mundsuar të hedhë poshtë gjithçka përveç tij nga zemra, sapo ai të fillojë adhurimin e tij dhe duke e mundsuar t'i përmbushë të drejtat e robërisë së tij ndaj tij, brenda dhe jashtë, që adhurimi i tij të jetë ashtu siç don Allahu. Edhe pse Allahu i sprovoi robërit e tij, duke i krijuar me epshe dhe dëshira, shahua të qëndrueshme dhe duke i ekspozuar ata drejt tundimeve të jashtme, mëshira dhe mirësia e tij mandatuan që Allahu i lartësuar të adhurojë robërve të tij një festë, domethënë namaz, të përbërë nga disa lloje të delikatesave, ushqimeve dhe dhuratave për t'i ndihmuar ata t'i mbrapsin këto dëshira dhe tundime. Dhe i ftoi ata të marrin pjesë në këtë festë në bazë ditore, jo një herë, por 5 herë në ditë, dhe dalloi secilin kurs të shërbyer të kësaj feste, domethënë veprimet e namazit me një aromë unike dhe një përftim të veçantë për të përsosur kënaqësitë dhe për të plotësuar dobitë që ata arrin. Dhe për t'i ndihmuar ta përsosin ubudijen e tyre, robërinë ndaj Allahut. Kështu ai, Allahu, jo vetëm që bëri çdo veprim të adhurimit në namaz ilaç për shlyrjen e gjunaheve të vogla që ata praktikonin, por i shpërbleu me një dritë të veçantë. Në fakt namazi sjell dritë dhe forcë në zemër, qalb, rrit pjesën e furnizimit në këtë botë, frymëzon të tjerët që ta duan, muhabba, ata që falet, dhe bën që melekët, toka me malet e saj dhe pemët e lumenjt të gëzohen. Për më tepër në ditën e gjykimit, kur robërit besimtar takojnë Zotin e tyre, namazi i tyre do të shndërrohet në dritë dhe do të transformohet në shpërblim. Para se të merrnin pjesë në festë, zemrat e tyre duruan urinë, etjen dhe lakuriqësinë, por sapo filluan adhurimin, domethënë namazin, të gjithë ato ndryshuan për t'u bërë të kundërta. Prandaj ata do ta lënë festën me stomak të ngopur, me fyt të lagur dhe me trupa të veshur. Ngjashmëria e zemrës me tokën. Për shkak të sterilitetit dhe varfërisë, si rrjedhoje indolencës, mosmirnjohjes, përtatësisë, plagështisë e tjerë që zemrat dhe shpirtrat durojnë kohë pas kohe, ftesa rinovohet 5 herë në ditë. Megjithatë, mëshira e Allahut bëri të domosdoshme që të ketë një endek kohe midis secilës ftesë, ashtu që ftuesit thras vazhdimisht shiu nga ai në dorën e cilit është ujë për të shuar zemrën, t'i therasë re të mëshirës së tij që uji i tyre të zbresë mbi zemrën e tij, ashtu që trungjet e imanit dhe frutat e ihsanit të rritura nga kjo mëshirë hyjnore, domethënë namazi, të mos thahen. Ekzistenca e këtyre bimëve ruan mbijetesën e tyre në zemrën e tij dhe shpirtin e tij. Prandaj zemra e robit të Allahut vazhdon të lutet e përgjërohet në përulësi për shiun që të bjerë mbi zemrën e tij nga Zoti i tij
dhe kërkon me ngulm që t'ja çliroj zemrën nga thatësira dhe etje. Kjo padyshim për robin e Allahut është mënyrë e jetesës. Në të vërtetë thatësira e zemrave është shkujdesja, gafleti, por për sa kohë që robi i Allahut kënaqet me kujtimin e tij dhe vazhdimisht i kthehet atij, shiret e mëshirës së tij do ta njomin zemrën e tij me bollëk. Po u bë i shkujdesur, thatësira do të godas zemrën e tij dhe dëmet e shkaktuara do të jenë sipas shkallës së mosbindjes së tij. Kjo pasi kur pavendosmëria mbizotron dhe mposhtë zemrën, toka e saj bëhet e pajetë, ajo nuk do të prodhojë asnjë të lashtë për të korrur, dhe zjarri i dëshirave do të përplaset nga çdo anë, duke lënë vendin të zhveshur, pasi ishte e pasuar më parë me çdo lloj bimësie të ndryshme. Megjithatë, sapo shiret e mëshirës të bien mbi zemrën e robit të Allahut, toka e imanit edhe veprave të tij dridhet, kthehet në pjellore duke bërë që çdo lloj bukurie të rritet në të, të mbahet edhe të ushqehet nga uji që jep jetë. Kur toka privohet nga uji, degët edhe gjethet e florës së saj thahen, duke u bërë të pafruta, edhe degët privohen nga dobia pasi bëhen të ngurta dhe të brishta. Në këtë pikë urtësia e atij që mbikëqyr këtë kopsh dikton që këto pemë të thata të prehen, duke bërë kështu trungjet e tij lëng djegëse për zjarr. Zemra fishket kur zbraset nga tauhidi. Ngjashëm është rasti me zemrën e robit të Allahut, ajo fishket sa herë që i mungon dashuria, hubi për Allahun, njohja e tij, kujtimi ndaj tij që është dhikri, lutja dhe thirrja dhe më e rëndësishmja, tauhidi. Kjo pasi nxehtësia e dëshirave, nefsit edhe zjarret e epshit, të infiltruara në zemër bëjnë që degët, domethënë gjymtyrët, të bëhen të pareagueshme, të paqëndrueshme dhe inserte, sa herë që robi i Allahut synon t'i përdor ato me vepra të mira. Në këto rrethana pema, duke përfshirë degët e saj është e padobishme, përdorimi i vetëm i përshtatshëm i saj është si lëng djegëse për zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar thotë: "Mirë për ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu." Kuran, Zumer, ajeti 22. Kur zemra ujitet me shiret e mëshirës, degët do të jenë të buta, me lagështi, të qëndrueshme dhe të reagueshme nëse ajo i thërret për adhurim ndaj Allahut, ato i nënshtrohen dhe nxitojnë në bindje, duke e mundësuar asaj të korrë nga secila deg fytet e robërimit të vërtet ndaj Allahut, ekzistenca e së cilave është ujitje ndaj zemrës, përrjedhoj, ato influencojnë funksionimin e zemrës dhe gjymtyrëve. Nga ana tjetër, kur zemra është e etur dhe e tharë, domethënë e ngurtë dhe e ngurtësuar, degët nuk kryejnë asnjë vepër të mirë, sepse ekzistenca e jetës mungon në zemër, prandaj gjymtyrët janë të shkëputura nga jeta. Dhe megjithse secila gjymtyrë është krijuar edhe përgatitur për të bërë një vepër unike të adhurimit, duke demonstruar një aspekt të robërimit të njeriut ndaj Allahut, gjymtyrët nuk mund t'i prodhojnë frytet e tyre të parashikuara për shkak të paaftësisë dhe pengesës në funksionimin e tyre. Ndarjet e njerëzve sipas veprimeve të gjymtyrëve. Në ndritën e kësaj, njerëzit janë të tre llojesh. E para, ata gjymtyrët e të cilëve janë të angazhuara në shërbim ndaj Zotit të tyre. Pra, për ta përmbushur qëllimin për të cilën janë krijuar, ata janë ndër tregtarët e suksesshëm të cilët kanë bërë që bindja ndaj Allahut të jetë tregtia dhe jetesa e tyre, për të cilave korrin fitimet më të mëdha. Namazi është përshkruar në atë mënyrë që i gjithë trupi të ndjek udhëheqjen e zemrës, në mënyrë që secila gjymtyrë ta praktikojë veprën e vet të veçantë në adhurim, duke treguar robërimin e saj ndaj Allahut. Këta janë kategoria e njerëzve që e kanë perceptuar mirësinë e Allahut mbi ta dhe e kanë kuptuar qëllimin e vërtet prapa krijimit të gjymtyrëve të tyre, dhe për këtë arsye, ata i përshkruajnë adhurimit ndaj Zotit gjymtyrët e tyre gjatë gjithë kohës, duke i ruajtur ato nga përfshirja në çështje që mund ta bëjnë atë të pakënaqur. Prandaj ato përmbushin detyrat dhe përgjegjësitë e shërbimit të tyre ndaj Allahut. 2. Ata që shfrytëzojnë gjymtyrët e tyre për ta ndjekur atë për cilën janë krijuar, dhe i përshkruajnë ato drejt gjunaheve dhe mosbindjes ndaj Allahut, ata janë përpjekjet e cilëve dështojnë dhe tregtia e të cilëve nuk është kurrë e suksesshme. Dhe për shkak të kësaj, ata meritojnë dëshkimin edhe zemrimin e Allahut dhe janë të përjashtuar nga kënaqësia dhe shpërblimi i tij. 3.
Ata që pezullojnë plotësisht gjymtyrët e tyre nga përfshirja në çfarëdo lloj aktiviteti prodhues. Ata as i shërbejnë qëllimit për cilën janë krijuar dhe as i shfrytëzojnë ato në përfitimin e së miri së kësaj jete botërore, për shkak të ignorancës dhe përtatësisë së tyre. Ky grup është edhe më i keq se grupi i mëparshëm, sepse njeriu është krijuar për të adhuruar dhe për t'u bindur e jo për aftësi dhe pa fuqi. Në fakt, njerëzit më të përçmuar ndaj Allahut janë lloji i padobishëm, që nuk janë as prodhues në këtë jetë edhe as përpiqen të kenë një pjesë në botën tjetër, edhe ata janë të dënuar në çdo kuptim. Nëse një njeri dënohet për përpjekjet e tij, është e përkushtuar vetëm për këtë jetë, atëherë ai padyshim do dënohet më shumë dhe do të ketë dështim më të madh, kur përpjekja e tij nuk është e përkushtuar as për këtë jetë dhe as për botën tjetër. Shëmbulltyra e 3 llojeve të njerëzve. Shembulli i llojit të parë është si shembulli i një njeriu të cilit ju dha një are bollshme e gjerë dhe i cili u furnizua me të gjithë instrumentet e nevojshme, mjete, far, ujë, për t'ia lehtësuar punën. Pasi përgatiti tokën për bujqësi, ai mbolli të gjitha llojet e bimësisë dhe rrethoi aren me një gardh të madh dhe punsoi roje për ta mbrojtur atë. E mbykëqyrte vazhdimisht aren e tij dhe kujdesej për të. Ndreqte çdo të prishur, zëvendësonte bimët e vdekura me syresh të freskëta, largonte barrat e këqija të dëmshme që rriteshin në rreth pemëve të tij dhe i jepte nga fitimi që fitoi nga shitja e të lashtëve. Shembulli i llojit të dytë është si shembulli i një njeriu i cili pasi futi duart në aren e tij, e bëri atë hije për kafshët edhe bishat e rrezikshme, vend për hedhje në kufomave dhe trupave të kalbur, dhe streh për ajdutët dhe çdo njeri të keq dhe abuziv. Edhe më keq, ai vuri gjithçka që i ishte dhënë për të ndihmuar që ta mbillte tokën në shërbim të këqijave që banonin atë. Dhe shembulli i tretë është si shembulli i një njeriu i cili la pas dore aren dhe shpërdoroi ujë në shkretëtir, por që u pendua pastaj. Këta shembuj përfaqësojnë 3 llojet e njerëzve: ata që janë të shkujdesshëm, njerëzit e tradhtisë dhe ata të shkujdesurit. Të kujdesshmit janë gjithmonë të gatshëm për të përgatitur dhe për të përmbushur qëllimin për të cilën janë krijuar. Ndryshe nga tradhtarët që tradhtojnë besimin dhe amanetin, edhe njerëzit e neglizhencës dhe shkujdesit. Njerëzve të drejtë, qoftë në preje ose veprimtarinë e tyre, me ta marrë një kafshat ushqimi ose një glënk uji, në fjalët ose heshtjet e tyre, në gjendje gjumi e zimi, gjithmonë korrin shpërblime dhe çdo punë e tyre llogaritet në favor të tyre. Adhurimi dhe përkujtimi ndaj Allahut i afron ato më afër Allahut. Në anën tjetër, veprimet e njerëzve të mosbindjes regjistrohen kundër tyre dhe nuk u sjellin asgjë tjetër përveç dështimit edhe humbjes, për të mos përmendur distancimin nga Allahu. Dhe veprimet atyre që tradhtuan amanetin edhe pse kryhen, glabërohen nga pavendosshmëria e tyre dhe dominohen nga përtatësia dhe moskokçarja e tyre. Mirësia që rrethon grupin e parë është një rezultat natyror i bindjes dhe veprave të tyre të adhurimit, ndërsa mjerimi i grupit të dytë është një rezultat natyror i shkeljes dhe tradhtisë së tyre, sepse Allahu nuk u dha gjithçka ata kanë që ta shfrytëzojnë në mosbindje ndaj tij, e cila është tradhtia e amanetit që është përkushtuar atyre nga Allahu. Dhe shkujdesja e grupit të tretë është rezultati i moskujdesshmërisë së tyre dhe shtyrë nga dëshirat e tyre epshore, prandaj dështimi dhe humbja e tyre janë të dukshme, pasi shpërdorojnë kohën jetësore duke i shërbyer kënaqësive të tyre dhe duke anashkaluar më të mirën nga të gjitha tregtitë. Urtësia që Allahu i thret robërit e tij besimtar në ritualin e namazit 5 herë në ditë është që ta manifestojë mëshirën e tij mbi ta. Prandaj ai ka lehtësuar për ta brenda namazit një bollok veprimesh dhe rritesh të adhurimit në mënyrë që robërit e tij besimtar të mund të gëzojnë shpërblimin e çdo fjale, veprimi, heshtje dhe lëvizje të praktikuar në të. Fshehtësia dhe thelbi i namazit. Fshehtësia dhe thelbi i namazit qëndrojnë në prirjen e zemrës vetëm ndaj Allahut dhe përqendrimin e vëmendjes vetëm ndaj tij, ndërsa falsi falet. Meditoni mbi një njeri, zemra e të cilit është angazhuar në mendimet edhe punët e kësaj bote. Ai është si një person që e viziton sunduesin tek i cili synon të kërkojë falje për gabimet dhe mangësitë e veta, duke ju lutur për shiu nga rreth e bujarisë dhe mëshirës së tij.
për t'ja ushqyer zemrën sa duhet që të mund të jetë në shërbimin e tij. E megjithatë, sapo arrin në pragun e tij dhe është në prag të thirrjes së tij, ai largohet nga sunduesi në vend të kësaj. Nis të angazhohet në gjëra të pahishme që përçmohen nga sunduesi. Edhe pse zemra e robi është e prirë drejt çështjes së parëndësishme, ai përsëri dërgon shërbëtorët e tij, domethënë gjymtyrët, për t'i shërbyer atij në emër të tij dhe për ta shfaqsuar e kompensuar mungesën e zemrës së tij. Por përkundër kësaj, bojari e mirëdashësi, pra sunduesi, nuk pranon t'i kthej duart bosh shërbëtorëve dhe robërve të tij pa i dhënë ata zotërisë së tyre, domethënë robit të Allahut, një pjesë të mëshirës së tij. Ama ka një dallim të madh midis atyre që e fitojnë dhe meritojnë trofeun dhe atyre që u jepet një çmim ngushëllimi nga dëmshuria dhe mëshira. Allahu i lartësuar thotë: "Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, sipas asaj që kanë punuar në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi." Akaf, ajeti 19. Allahu e krijoi njeriu vetëm për ta adhuruar atë dhe krijoi gjithçka tjetër për të qenë në shërbimin e tij. Është transmetuar në një hadith kutsi se Allahu ka thënë: "O biri i Ademit, ty të krijova që të më adhurosh mua dhe gjithçka tjetër krijova për ty. Prandaj mos u llasto në gjërat e tjera përveç atyre që të krijova për ty." Në një transmetim tjetër thuhet: "O biri i Ademit, të krijova të më adhurosh, prandaj mos luaj." Domethënë mos u përfshi në kënaqësi të kota. Ta garantova furnizimin në këtë botë, prandaj mos e lodh veten. Domethënë kërko furnizimin, por mos u shqetëso sepse furnizimet tashmë janë dekretuar. O biri i Ademit, sa herë më kërkon do të më dëgjesh, dhe sa herë më gjen do të gjesh gjithçka, por po më humbe mua, do të humbësh gjithçka. Me të vërtet unë duhet të jem më i dashur për zemrën tënde. Është regjistruar nga Munawiu në Faid el Kadir. Kjo është arsyeja pse Allahu i lartësuar e bëri namazin mjet përmes të cilit njerëzit mund të jenë pranë tij, ta thërrasin atë, të fitojnë dashurinë e tij dhe të kënaqen me shoqërimin e tij. Përjetimi i shkëputjes nga Allahu gjatë intervaleve ndërmjet 5 namazeve ditore. Robi i Allahut përjeton kohë të shkujdesjes, shkëputjes nga Allahu. Përjeton ngurtësim të zemrës, shpërfillje të gabimeve dhe ekspozim ndaj gjunave gjatë intervaleve ndërmjet 5 namazeve të përditshme. Ky ndryshim i mjerueshëm largon atë nga Zoti i tij dhe e privon që të jetë pranë tij. E tjetërson nga pozita e tij si rob i vërtet i Allahut. Edhe më keq, ai mund të vetë dorëzohet me dëshirë tek armiku i tij, domethënë shejtani, i cili e kap, e prangos në zinxhir dhe e mbyll në burgun e dëshirave të tij epshore, duke bërë që ai të mos përjetojë asgjë tjetër përveç ankthit, pikëllimit, zemrimit dhe keqardhjes, e ndërsa është i pavetëdijshëm për arsyeën e gjendjes së tij të mjerueshme. Është përmes mëshirës së Zotit të tij, më të mëshirshmit, i cili dekretoi mbi të një veprim gjithëpërfshirës të adhurimit, të përbërë nga faza dhe formate të ndryshme. Secila fazë dhe secili format i korrespondon veprimeve të ndryshme që ai kryen dhe kushteve që përjeton jashtë namazit. Aq më tepër është dizajnuar në atë mënyrë që mirësia dhe dobia që ai fiton nga secila fazë të jetë një masë proporcionale me nevojat e tij, pasi ky veprim i adhurimit, domethënë namazi, është përshkruar për të demonstruar robërinë e tij ndaj Allahut. Diskutim mbi abdesin. Abdesi është rituali i përshkruar me të cilin pastrohen dhe largohen papastërtitë dhe ndysitë, ashtu që robi besimtar të mund të qëndrojë i pastër në praninë e Allahut. Ndikimi i abdesit që manifestohet nga jashtë është pastrimi i trupit dhe gjymtyrëve të shfrytëzuar në aktin e adhurimit, domethënë në namaz. Ndikimi i brendshëm nga ana tjetër është delikat, pasi ka të bëjë me dëlirjen e zemrës nga gjunahet përmes pendimit. Të dy aspektet e abdesit janë gdhendur në fjalën e Allahut të lartësuar që thotë: "Padyshim Allahu i do ata që pendohen fort për gjunahet dhe ata që pastrohen shumë." Kur'an Bekara ajeti 222. Kur ai e lidh pendimin me pastërtinë dhe fjala e të dërguarit të tij: "O Allah, më bëj nga ata që të kthehen tek ti me pendes dhe më bëj nga ata që janë të pastruar." Suneni Tirmidhiut, numër 55. Kur ai përshkroi të lutemi që të jemi në mesin e të pastërtëve,
dhe ndër ata që janë penduar. Allahu pra përsosi për robërit e tij shkallë dhe shtresa të pastërtisë dhe robërimit ndaj tij së brendshmi dhe së jashtmi. Dëshmia se nuk ka ilah të denjë për adhurim përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij e pastron robin nga mosbesimi dhe politeizmi. Kthimi ka ai në pendim e pastron robin nga gjunahet edhe përdorimi i ujit për abdes e pastron robin nga ndyrësira e dukshme. Përsosja e robërimit në pjesëmarrje në xhami. Në veçanti Allahu përshkroi që robi i tij duhet të jetë në nivelin më të ndershëm të pastërtisë, domethënë me abdes, para se të hyjë tek ai dhe qëndroi para tij, domethënë namaz. Pasi vetëm atëherë ai i lartësuar i jep leje robit qëndrojë në praninë e tij, pra pasi të jetë bërë i pastër si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, duke demonstruar kështu që ai nuk është rob rebel. Dhe kur hyn në shtëpinë e tij, domethënë në xhami, sapo robi e shfaq robërimin e tij ndaj Allahut, ai bëhet një nga robërit e tij. Kjo shpjegon arsyeën pse pjesëmarrja në xhami për faljen e namazit të detyrueshëm në xhamat, të cilën disa dietarë konsiderojnë të detyrueshëm dhe të tjerë shumë të lavdërueshëm, vlerësohet nga aspektet e përsosmërisë së robërimit ndaj Allahut. Shembulli i një personi të shkujdesur është si një rob rebel që nuk i bindet zotërisë së tij. Ai heziton së vëri gjymtyrët edhe zemrën e tij në shërbim të zotërisë së tij, i cili është qëllimi vetëm për cilin ai është krijuar. Por sapo kthehet tek zotëria e tij, robi anullon në mënyrë efektive gjendjen e tij të mosbindjes dhe e rikthen gjendjen e bindjes. Dhe kur ai qëndron përpara tij në përulje dhe në nështrim në namaz, dhe mshuria, dashuria dhe mirësia e zotërisë së tij e shastis, e uton, e ngulfat dhe e pranon atë pasi e refuzoi më parë. Robërimi në tekbir. Robi i Allahut është urdhëruar që përveç se ta kthejë fytyrën në drejtim të kiblës, gjatë gjithë kohës të ketë edhe zemrën drejt tij duke qenë plotësisht i vëmendshëm ndaj tij, ashtu që të heqë dorë nga gjendja e mëparshme e rebelimit edhe të ndalojë së kthyer i shpinën Zotit të tij. Robi i Allahut pra duhet të qëndrojë përpara zotërisë së tij në përulësi dhe në nështrim, duke thirrë mëshirën e tij me duart e tij në hijet e tij dhe me kokën ulur, ndërsa në të njëjtën kohë zemrën e ka plotësisht të vëmendshme ndaj tij, në një gjendje të përulje, pasi ja përshkon të gjitha shqisat e tij shërbimit dhe madhërimit të tij, duke deklaruar me gjuhë dhe duke shpallur me zemër se Allahu është më i madhi, që do të thotë duke u shprehur se Allahu është më i madh se gjithçka që mund të ketë në zemrën e tij. Dhe ai e pohon këtë fjalë duke hedhur poshtë gjithçka përveç Allahut nga zemra e tij. Prandaj zemra e tij është plotësisht angazhuar me Allahun dhe asgjë tjetër. Kjo për faktin se angazhimi me ndonjë gjë tjetër do të thoshte se robi e gjen atë me të cilin është i angazhuar më të rëndësishme ose më të madhe se sa Allahun. Në të vërtetë një njeri zemra e cilit është angazhuar me atë që e shpërqendron nga Allahu në namaz është ai zemra e cilit nuk përputhet me fjalët e shqiptuara në gjuhën e tij, të cilin e deklarojmë se Allahu është më i madhi. Ta kesh zemrën në harmoni me gjuhën kur thua se Allahu është më i madhi, do të thotë të zhveshësh zemrën nga petku i arrogancës, pasi një petk i tillë nuk i përshtatet gjendjes së robërimit ndaj Allahut. E për më tepër, kjo do të privonte zemrën nga të menduarit ndonjë gjë përveç Allahut. Kjo për shkak se të drejtat e këtyre dy fjalëve, Allahu është më i madhi se gjithçka, të vendosmëria për të vendosur robërimin ndaj Allahut përmes tekbirit mbron zemrën nga defektet e lartë përmendura, nga të qenurit i angazhuar me diçka tjetër përveç Allahut dhe nga të veshurit me një petk që nuk i përshtatet robërimit ndaj Allahut. Robërimi në El Istiftah, lutje hapse. Dhe kur robi thot: Ti je i përlavdëruar o Allah, ti je i lavdëruar e emri yt është i bekuar. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Dhe pastaj madhëron dhe i lavdëron atë në përsëritje me atë që i përshtatet atij, ai del nga gjendja e pavëmendësisë, e cila qëndron si një pengesë midis atij dhe Allahut. Pastaj e përshëndet dhe vlerëson me shprehje që i përshtatet mbretërisë së tij kur hyn tek ai, për të përlavdëruar dhe si një prelud ndaj nevojave të tij dhe kërkesave që ai shpreson sunduesit ja jap. Kjo është arsyeja pse lavdërimi pa pushim konsiderohet nga etika e shprehjes së robërimit ndaj Allahut dhe lavdërimit të tij, dhe mjet përmes të cilit robi merr vëmendjen e Allahut siç merr edhe kënaqësinë
dhe miratimin e tij për t'ia përmbushur kërkesat e tij.